Dy shqiptar nga qyteti i Elbasanit kanë mbetur të vdekur pas një shkëmbim zjarri në Rotterdam të Hollandës, ndërsa dy të tjerë kanë mbetur të plagosur. Bëhet fjalë për Florence Stolën, 30 vjeç, dhe vllajën e tij Glevi Stola, 25 vjeç, të cilët janë ekzekutuar në rrethana ende misterioze, ndërsa ka mbetur i plagosur një tjetër shqiptar, Sergio Piku. A një raport ka mundur të sigurojë fotot e dy vëllezërve të vrarë. Personi më rreth është Florence Stola, ndërsa në këtë foto është dhe Glevi Stola. Burime nga policia kufitare sqaruan para një raport se për herë të fundit në Shqipëri, Glevi Stola ka hyrë nga Belgjika në 31 korrik të vitit të shkuar për të qëndruar vetëm pak kohë dhe është larguar sërish, ndërsa vllai Florence Stola, sipas të dhënave të sistemit TIMS, rezulton se ka hyrë në Shqipëri nga pika kufitare e Kakaviës në datën 10 janar 2015 dhe është larguar drejt Austrisë nga Rinasi në 3 ditë më pas, më 13 janar 2015. Burime nga policia sqaruan po ashtu para një raport se dy vëllezërit kohët e fundit kishin bërë dhe ndryshime në gjeneralitetet e tyre, ku rezulton se Florence Stola, 30 vjeç, një zyrtarish me mbiemrin e ndryshuar në Bahiti, ndryshime ka bërë dhe vllai i vogël nga Glevi Stola në Levi Tola. A një raport ka qenë pra banesës së të rinjve në qytetin e Elbasanit, ku familjarët qëndrojnë në pritje të trupave, ndërsa jashtëkamrës deklarojnë se shteti duhet të zbardhë të vërtetën e kësaj vrasje të dy fiqt. Mediat e huaja raportojnë se nga shkëmbimi i zjarrit i plagosur ka mbetur dhe një shtetas italian, ndërsa ende nuk është bërë i mundur arrestimi i autorëve, identiteti të cilëve nuk bëhet publik. Vrasja e dy shqiptarëve konfirmohet dhe nga policia shqiptare e kontaktuar nga një raport. Dy të rinj shqiptar mësohet se janë vrarë në banesën e tyre në zonën e njohur si lagja e bullgarëve në Rotterdam, ndërsa rreth pasdites së 15 janarit, policia ka nisur hetime të njoftuar nga fqinjet për të shtëna me armë zjarri.